Në xhaminë e Plumbit u organizua aktiviteti përmbyllës i 35 vjetorit të rihapjes së saj, një ngjarje e cila shënon simbolikisht rikthimin e lirisë së besimit pas dekadave të ndalimit komunist. Meftinia e Shkodër kujtoi ditën historike të 16 nëntorit 1990 përmes pamjeve arkivore ku dëgjohej ezani dhe prania mira e qytetarëve që u mblodhën për të rikthyer fen në vendin tonë. Vllazën dhe motra, burrat të cilët ishin qëndrestarë në beslidhjen e tyre me Allahun e madhëruar. Prej tyre ka që shkuan e prej tyre që vazhdojnë rrugëtimin, si për të na thënë Allahu Azza wa Jall se ky rrugëtim nuk ndalet asnjëherë. Edhe e vërteta është se ky rrugëtim nuk ndalet asnjëherë. Fjalë përshëndetse në këtë organizim mbajti edhe zëvendës muftiu Arben Halluni. Në rastin e 35 vjetorit të rikthimit të lirisë së besimit, që është simboli i kësaj xhamie të Plumbit, ku prej saj është zanafilla së çlirimit të triumfit islam, jo vetëm për Shkodrën, por për mbar Shqipërinë. Xhamia e Plumbit, e cila kohët e fundit ka përfunduar rikonstruksionin e plot, është tashmë një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe fetare të Shkodrës, me një pamje tërësisht të restauruar dhe funksionale për komunitetin.